shkëndija që më ka bërë që ta pëlqej këtë sport, kanë qenë aftësia ime në sporte të ndryshme, dhe më pas, kur jam hasur me filma të ndryshëm, me karate, me kickbox, që më jep një lloj kënaqësie të veçantë që doja patjetër ta provoja. Dhe sa po mbaronte filmi, shkoja mbi krevate dhe bëja ushtrimet që kisha parë në film. Kjo kënaqësi më ka vazhduar gjatë, pavarësisht se prindrit nuk ma kanë vënë shumë veshin në këtë gjë, se si shumë prindër të tjerë që një vajzë çfarë do ti në këtë sport, më kanë çuar në volejboll apo në sporte të tilla që janë pak më femërore. Dhe më vonë, pastaj kur isha vetë e zonja për të zgjedhur, vendosa që ta provoja dhe aty gjeta veten. Kam bërë gjë më të mirë që thash po, okay, do ta provoj për kënaqësi, qoftë një muaj, qoftë një javë, po do ta provoj që mos të ngelej peng. Tani se dyshoj edhe familja sa krenar duhet të ndihet, a? Ua bën me dije ndonjëherë që shiko se ju nuk deshët, po mos të këmbulja unë. Atjetër, ata e din edhe sot madje e kanë të vështirë të më shikojnë kur ndeshem, sepse normalisht kush prind do donte që ta shikonte fëmijën të vritej. Sa do pak qoftë ajo. Kështu që ma thonë gjithmonë, edhe ata e din që nuk është se ka qenë sporti i tyre i preferuar, por çdo prind dihet krenar për sukseset e fëmijëve në çfarë do lloj fushë qofshin ato, kështu që s'mund të mos jenë krenar edhe ata. Nuk e dyshoj këtë.